drejtësi dhe drejtësi. Falenderoj të gjithë përfituarët, falenderoj edhe zotin Roma që ka vështirë protest, falenderoj edhe zotin Bolla që është angazhu dhe e ka përkrojnë e ti maksimale për proteste që sot mundu. Ndodhemi tani në Tiranë në sheshin Skënderbej ku qytetarët nga të gjitha qytetet e Shqipërisë por edhe të Kosovës dhe jashtë saj ka nisur të mbledhen dhe po duket që tashmë është një numër i madh i protestuesve që të marrin pjesë në këtë protestë të organizuar nga OVL-UÇK në Kosovë për drejtësi për ish krerë të UÇK-s që po mbohen padrejtësisht në Hagë. Ne tani do ju përcjellim të gjitha pamjet edhe detajet sa i përket kësaj proteste, e cila po mbohet momentalisht në Shqipëri, konkretisht në sheshin Skënderbej këtu në Tiranë të Shqipërisë. Por më shumë detaje ne do t'ju lëm tani me pamjet e protestës, e po ashtu edhe me fjalimet e përgatitura nga OVL-UÇK, e po ashtu edhe aktorë të tjerë në këtë protestë. Kujtojmë që sa i përket numrit të protestuesve është thënë që në këtë protestë do të marrin pjesë rreth 50.000 protestues të cilët kanë ardhur me autobus nga të gjitha vendet të cilat flasin shqip, pra ka pas autobus të organizuar edhe nga Presheva që kanë ardhur këtu e po ashtu nga Maqedonia, Mali, Zi, Kosova dhe të gjitha trojet shqiptare. Skënderbeut dëgjojmë mesazh Komisionit Evropian, Brukselit, dhomat socializume, se pa drejtësi vite manë në para presidenti Kosovës po vendit Jakub Krasniqi dhe Kadri Deputeti Recep Selimi. Ushtria Qëllimtare e Kosovës asnjëherë kur nuk ka bërë krime, nuk ka vrasë, nuk ka dhënë asnjë civil. Ushtria Qëllimtare e Kosovës ka luftuar për lirinë e vendit, për çlirimin e vendit dhe ka mbrojtur të drejtat tona historike për liri. Qeverinë e Shqipërisë, Shqipërisë dhe qytetarët e Republikës Kosovës që sot me neve janë që kërkojnë në shqiptarë në shqera janë. Që nuk është që të është bashkë me qytetarën e Republikës Kosovës. Turpi bëj madh. Po edhe nga Partia Demokratike. O, sa të të rasta liberik, ashtu ka të qenjes marë, protest politike o këtë ju. Jo, unë e falenderoj gjitha ata që kanë qatë këtu me neve. Nuk besoj që ka dallime politike, nuk është me rëndit, politikit akon, mirë është me ka në këtë bashkë që se po kërkojnë shka tjetër në post, drejtësi dhe drejtësi.